بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندرور جمالي jemi me vargun e haditheve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat I ka nxjerr dhe I ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij El Adabul Mufrad. Pasi e përfundoi kapitullin e haditheve ku flasin mbi padrejtësitë dhe se nuk ka mundësi besimtari me hyrë në xhenet nëse edhe një padrejtësi e vetme e ndjek në këtë dunja. Andaj tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, pasi të futën banorët e xhenemit në xhenem, Allahu na ruaj nga banorët e xhenemit, tha besimtarët presin në një urë përpara xhenetit që të pastrohen ndërmjet veti. Pra në një lloj halallëki I cili ka mbet pa u marrë në këtë dunja. Në mes besimtarëve, mos flasin për ata të cilët kanë bërë zullume, ata e kanë vendin diku tjetër. Pastrohen edhe një herë para xhenetit që të futen në derën e xhenetit. Këtë këto kapitujt argumentojnë për çfarë? Se njerëzit bëjnë zullume shumë, andaj edhe hadithet kanë ardhur shumë në këtë kapitull. Kapitujt e radhës që I ka sjellë Imam Buhariu, I ka sjellë kapitujt e sëmundjes. Se njeriu sëmuhet. Njeriu e ka plagështia. Njeriu nuk ka gjithmonë shëndet. Andaj I ka pru disa prej haditheve të cilat lidhshmëria me hadithet e zullumit është se secili pi neve ka nevojë me u godit me sëmundje dhe me mërzia dhe me brenga dhe me rakosje që t'ja lajnë gjunahët, që t'ja lajnë mëkatët. Sikur që ka thonë alayhi salatu wassalam, sëmundja I alargon besimtarit gjunahët sikur që shkundet pema. A ki pa kur shkund pemën? Edhe ato gjethet janë aty, edhe ti a shkun ato bin. Kështu ka thonë alayhi salatu wassalam, I bin besimtarit gjunahët. Allah na pastrof për gjunahëve në dunja ya rabbel alamin. Andaj, cila është urësia e të sëmurit e besimtarit? Që të pastrohet për gjunaheve. Ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadithin e parë që kanë nxjerrë Imam Buhariu, ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala haznin wala adhan wala ghammin hatta shauke. Ka thonë alayhi salatu wasalam, nuk e godet besimtarin asnjë lodhje. Lodhja kur kun spaguhet përveç në fe të ndëruar xhamatli. Kur kush të pagun sa je lodh, po të pagun për kontratën e punës. Nuk të vetaj sa je lodhi. A je lodh, a e ke kry punën pa lodhi, a e ke bo me qef, a pa qef, a I të pagun ti për që ta shka I një marrë vesh. Allahu gjelola është I vetëmi cili të pagun për ata shka je lodh. Për ata shka je lodh. Dhe sëmundja, dhe mërzia, dhe shqetësimi, dhe merakosja, dhe lëndimi, edhe nëse e shpon diçka besimtarin prej xhembave, vetëm se Allahu ja shlyhen gjunat. Kjo është natyra të ndëruar xhamatlimit të cilën na jetojnë në këtë dunja. Dunjaja është vend I shkëmbimeve, I përplasjeve, I forkimeve. Bëjmë gjunahe lahemi. Kjo është qëllimi me të cilin pejgamberi sa me ka përshkruajtur besimtarin me trungun e hurmës, se vin errat dhe e lakojnë por nuk e rrezojnë. Pra ti sëmurësh për me u bë edhe më I fortë. Sëmurësh për me u la me prej gjunaheve. Andaj ti e sheh prej besimtarëve të cilët kur smuhen qohen më të penduar, qohen më të lam. Sikur që ja ka boe rigjenerim smundja krejt organet, ja ban kështu edhe shpirtërorës. Andaj ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se vazhdon belaja me godit besimtarin. La yazalu bil mu'min al bala. Vazhdimisht e godet belaja në trup.
në familje dhe në pare. Pse ja bën Allah qëta? A do në me e donu? Jo. Miri shkon na me morë vesh pas muje, miri shkon me morë vesh pas prova. Për Allahu Gjelle Gjelaluhu e din se na qasin natyre kena që nuk marrë na vesh. Këshire kur ki shëndet, shiko që tha shka përdher dhe e ki, shiko kur ki takat, shiko që sa pak të bjen nërmen mu pënduhe, sa pak të bjen nërmen më s'pe bo më kat, sa pak të bjen nërmen më ull me thane, valla be bona zullum, i bona padrecit, ullëm të pastrona, të marrë halallëk, të pendona të Zoti për gjunat, që ka jabaj vetës time. A kur smuësh, bin krejta energjit, bin të gjitha ato vrullët e shumëta, dhe ti e mes një dëshire veç. O Zot, largo më këtë smuje, qaq. E kur të mishë që këtë dëshirë, veç me nja, atër Allahu gja me këta të pastron. Për këta që ka thonë pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, vazhdon belaja e godet, dhe vini re e godet, vazhdimisht e godet belaja. Ne kanë jarë nuk e lexojnë as mundjen, nuk e lexojnë mërzien, nuk e lexojnë therrën, u vrajta pak. Ajo për ti kuturu, për të Allah e më urësi. Me thirë ti dikush, djetarë që thonë, çdo lajmë që ka ti e merë, e këtën kryer. Vesh me të prejkë dikush, ti këminjarë këthejesh. Zotë gjithat të smundje të qonë, gjithat të mërzit të qonë, gjithat të lovit të qonë, a e të thonë dishka. Me gjujti me guri vazhdimisht një fmi të shpia, ti qosh e kjo qakave. Me thirë dikush vazhdimisht të dera, që ka thuti? Qakave që kjo, pse po thirë vazhdimisht? Allahu Gjelluala dhe zërë nuk fol ti që shmenon ana. A i të fol me të qëto mesazhe. Ta qon një smundje, ti qon do ethe, ta qon një kokdhimbje, ta qon një turbullim të jetës. Çka po të thot? Nalu. Allahu gjan çdo sprov çka ta qon o zarf që dush me lexue. O robjem, ki mu pendu, o robjem, çka tha pejgamberi selam, e godet vazhdimisht Allah i besimtarin që të shkojë te Zoti të takohet pastër. Ta takohet pastër. Andaj e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kush janë njerëzit që më shumë të sprovohen? Tha pejgamberët. Pastaj tha ata që janë gjojnë atyre. Pastaj sicili mangat pejgamberëve çka është. Hyri vllai i Aishës radhiyallahu anha te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, edhe disa prej sahabive, edhe ishte pejgamberi në vdekjen, në smundjen e vdekjes së tina. Dhe e kishin lidh kokën nga dhimbja e madhe e kokës. Edhe sahabit u mërzitën shumë. E pejgamberi doshti më u kallëzue që në këtë mërzi ka edhe një diçka që ju nuk e dini. Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, inni uak. Tha mua koka më dhem sa dy pijuve. Dy burra pijuve, tu di dhimbtat bashkë mi bë, mua ma shon Allahu xhelalu. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, e pse i dhem koka pejgamberit kur ai s'ban gjunahe? Na e dim na për më na la. Ai pse? Megjithse ai nuk ban gjunahe, Allah për me pastru dhe me ngrit venin më të lartë që ka mundësi, ja ka thënë Allahu gjasë smundjen. Ati ja ka thënë me ngrit, ti e ta çon për me të pastru dhe me të la. Që kur ta thosh me Allahun te bareke ve teala, ndihesh i pastrum. Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, me ditë njerëz të belas, me ditë njerëz të sprovum, çfarë shpërblimi ju jep Allahu ditën e Kiametit, kur dalin para Zotit dhe t'i shohin njerëzit se për çket smuje, për çket mërzi, për çket bela, Allah çdo gjunahe, çket vend xhenet kanë aty adhan. Thot pejgamberi sa njëri pyetën ka më thon, pse be Allah s'ma ka pret trupin me gërshan pidhimtës? Pse s'ma ka quni sprov si gërshana kur e pret ka dale. Mirë po, se ne ka konvertuar në këtë dunja shpërblimin që ka e pret në ahiret. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, krejt to vinë që dilsh për para Zotit xhelel xhelalu i pastër. Dhe e keqja e mosgoditjes me smundje, cila hadithin e radhës që ka thënë Imam Buhariu, ku ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, një ditë për ditëve i ardhi një njeri. Dhe ky njeri ishte i shkretinës. Edhe i tha pejgamberi sallam, a je smuna i herë? Tha jo valla kur, asë di që shos muja. Ethët tha, të kanë kap në i herë? Jo, qka janë tha ethët? Temperatura, e di qka dhe jo tha nuk e di. Ja shpjegoj për nga mëzëm qka. Hyrja e erës në mes lëkurës, nxehtësia mes lëkurës dhe mishit. Tha jo, musëm ka rrug kur. Tha krija të ka dhim në i herë? Tha qka që dhem krija? Shiko nuk e ka dit kur. Apo, qka i tha për nga mëzëm mas i shkoj? A do një tha me pa një banor të zjarit? Qeko e kini? Të ndërum gjëmatli. Mos menoni se njëri pse sprovohet, Allah nuk e do. E asë kundër ta. Mos menoni se njëri pse ka sprovat të ndryshme në këtë dunja, Zoti nuk i do. Në anja e kena përmend se njerëzit që mas shumë ti Zoti i do i sprovon. Shikoni këta ato musliman që janë mas sprovuar se na. Allah i do më shumë ata se na. Ti që të lanë rahat, mos kujto se ti më i mirë te Allahu xhelel xhelalu.
Që Allah stacion as nismuje. Mos mendoj që je më i mirë te Allahu xhela. Po Allahu xhela sikur që tha Salman el Farisiu, janë disa njerëz edhe kur smuhen, edhe kur kanë shëndet, janë si devja. Ja nojnë frenin, ja hekin frenin, ai nuk e di. As pse ma vnun, as pse ma hekën. Runa Zot pikë kësaj gjendje. Për këtë arsye të ndëruar më lim, na nuk ban me lip belat. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadith, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. O Allah, japëm shëndet në trup, në sy, në vesh. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wal afiyatu habbu ilay. O Allah, mos më sprovu, shumë kam qef. Ama na po thojna kur të vjen pa dëshirën tane, atëherë shfrytëzoje me u pastrua prej gjunaheve dhe mëkateve, dhe ta di se kjo nuk është prej hidhrimit, por është prej pastrimit. E lutim Zotin e Madh Xhel Xhelalu, që çdo gjuna dhe mëkat që e kemi bë, me vetëdije dhe pa vetëdije, Allahu na pastron ya Rabbal Alamin. E lutim Zotin e Madh Xhel Xhelalu, që zemrat tona Allahu t'i ban zemra të gjalla, zemra me iman, zemra me islam, zemra me ihsan, zemra me takvallëk. E lutim Zotin e Madh Xhel Xhelalu, që Allahu te bareke ve teala na udhzon me Kur'an, na udhzon me fjalët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahu në këtë ditë xumaje, ditë ku ka mundësi me e qellu besimtari çastin, ku ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu nuk e kthen duajën. Çdo musliman i dobët në dunja, çdo besimtar i dobët, çdo plak dhe çdo plak, çdo e vej, çdo alim, çdo hoç që janë në ndjekje dhe goditje dhe sprova të rana që na i dina të gjithë, Allahu t'i ndihmon, Allahu t'i përkra, Allahu t'i jap mbështetjen e tina. E kushdo që ban zullum në tokë, e kushdo që ban krim në tokë, e kushdo që ban fesad në tokë, Allahu me fesadin e vet ta ndëshkon ya Rabbal Alamin. E lutim Zotin e vet që Allahu në zullumin e vet ja zakon ya Rabbal Alamin. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala, që Allahu ja besimtar në lindje dhe perëndim, Allahu t'i ndihmon. E lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala, që Zoti jon xhelexhat na pastron pi mëkateve tona, pi gjunaheve tona, pi zullumeve tona. E lutim Allahun që Allah na mundson mi kry farzët tona, mi kry detyrat e tona. E lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Allah na mundson me jetu si besimtar, me jetu si musliman, dhe me ja dorëzu shpirtin dhe amanetin e fundit Allahut, duke qenë na si musliman dhe të pranuar te Allahu subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم عليك بمن يظلم المسلمين، اللهم عليك بمن يظلم المستضعفين يا رب العالمين. اللهم اضرب الظلمة بالظلمة، اللهم اضرب الفسقة بالفسقة، اللهم رحماك بيتامى المسلمين، اللهم رحماك بمشايخ المسلمين، اللهم رحماك بالمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم نجهم سالمين غانمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور نفوسنا، اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وتصلح قلوبنا وتصلح أرواحنا يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.